sot, pestin, në kryetarin e pest me bloku vendin. Po me këtë logjik, do me thonë, do t'ishte okej me votu edhe përfaqësuesin e listës sërbe, se që ka pozitë jo relevante, komplet. Pra, e para, e dyta, është institucioni garantum për minoritetin sërb. Nuk është pozitë jo relevante, është pozita më e rëndësishme për komunitetin sërb në kryesit kuvendit. Pra në institucionin e kuvendit është veç e pozitë që i garantohet komunitetit sërb. Dhe shumica shqiptare nuk është definuesi se kush përfaqëson komunitetin sërb, po është vota e komunitetit sërb ajo që e përfaqëson se kush duhet jetë nën kryetari i kuvendit me mënyrën se si është e shkruar edhe kushtetuta edhe rregulloria e punës së kuvendit. Krejt këto, pse po i them? Sepse edhe këtu e shohim një dobësi të artikulimit të opozitës. Kjo është moment ku ti e merr një qëndrim i cili është në përputhje me angazhimin që e ki pas edhe si PDK, edhe si LDK, edhe si AAK prej vitit 1999, prej 12 qershorit vitit 1999. Është angazhimi joti, është legacy e jotja, ndërtimi, negociatat, pakoja atisarit, shpallja pavarësisë, procesi në Vjenë, gjitha, do me thonë, mbrojtja në gjykatë ndërkombëtare drejtësisë, krejt këto i ki kalu dhe tash, për një grusht votash, largohesh për i këtij pozicioni, edhe shpreson që kërkush nuk e shpërfaq, edhe ti kalon elektoralisht mirë, taktizim dhe transakcion, Adriatik. Jo pozicion... Krasti që po thot kjo nuk shpërblet vota, se nëse duam vetëvendosje është një original. Po, është originali, e qartë, po du me thonë, po flas tash për pozicionit, pse këta nuk e mojnë këtë pozicion, pse nuk kanë shku në kundërshtim me këtë logjik. Pra me dalë dhe me shpjegu, se është fare lehtë me dalë në këtë studio televizive, kur po ka zgjedhje po dalin, me dalën këtë zgjedhje në studio televizive, me i shpenzu një muj, sepse i shpenzu një vjet në muhabet e koti, kanë mujtë mi shpenzu një muj, me spjegu mire mbar, çka po ndodh tek po ndodh, dhe letë bëhet sulmi në mbrojtjen e Republikës dhe kushtetutës së Republikës në formën frymën cilën e kemi negociuar, ndërtuar edhe shpall pavarësinë. Letë sulmon vetëvendosja në atë pikë. Letë sulmon ty si opozit në atë pikë. S'ki nevojë me bëhet qeverinë. Por spaku institucionet e ndërtume nuk i lën mu zhvlerësu në këtë formë. S'kemi sonte shumë kohë, po ne e dim se sulmi vetëvendosjes ka qenë edhe në procesin e vendosjes për decentralizimin. Njësoj ashpër. Por subjekti tjera federalizim. Nuk u shtangen, jo po dua të them diçka tjetër, nuk u shtangen, nuk u friksuan, por e kuptuan se kjo është mënyra që do ta sjell edhe pakun e atisarit, e cila do të sjell pavarësinë dhe nuk u të kurën. Sot duke e pasur edhe atë leksion, po shohim një kur filloi emisioni gjetëm 3 deklarata që kanë të fresta, ku thotë i kam numrat, hajde ta bëjna kuvendin. Edhe sot më shumë foli që është i gatshëm me shku në zgjedhje, e tregoj, do të lexohet qartë që nuk nuk ka dashur prej fillimit me bë qeverinë. Albin Kurti menoj që e ka një bindje që çaj shumë ka kondicion me vazhdu me politikën, me çdo politikat tina, sa është e pamundshme me rezistu pa bo gabimet të mëdha opozita, ose me i lënë heshtun deri në lodhin ekstreme, që ky me ndërtu prapë qatë narracionin e vetë që mundet me ardhë me më rrinjë edhe njëherë 50%. Që ato që e thashë në fillim, që nuk është i kënaqur me vullnetin e qytetarëve në zgjedhjet e 9 shkurtit, edhe këtë lufta dhe përpjekja e tina, qoftë edhe me pasoja që fare pishobi na, e që mujnë me ka edhe me vite tona, për shtetin e Kosovës, kjo është në gjendje edhe ka kondicion me majt, deri sa të ka këtë opozit që fare pishobi na, e që jënë të gashme me hesht, ose mos me ndërtu asë një kauz, edhe mos me dalë edhe me argumentu asë një veprim të gabun dhe të damshëm për shtetin e Kosovës, në kuptimin... Unë jam i bindën që kjo studio televizive u ka në opozit ma e madhe sa krejt komplet bloku opozitar në këta. Me këtë çështje po pajtoni me zotin Kurti dhe vetëvendosje. Jo, por s'kemi kohë më shumë. Për që ta edhe ma problemu është i pas divizja vetëvendosje me palelista në për studio, i me gazetare me media, sa me opozite. Sidomos në këtë studio, që të tjera ka filluar të shkoj. Këtu e ndës pjanë banë. Faleminderit shumë. Ka s'kishim kohë për sonte.